fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. A e keni të vështirë të thoni jo kur ju kërkojnë të bëni diçka? Nëse është kështu, mbase e gjeni veten shumë të zënë duke bërë diçka të mirë për veten ose për dikë tjetër. Teknika quhet 5 herë pse dhe ja atribuohet Taiki Ohno, autorit të prodhimit të sistemit të Toyotës. Edhe ja si funksionon. Kur dikush ju kërkon të bëni diçka edhe ndjeni të mbi ngarkuar, bëjni vetes këto pyetje. E para, pse ndihem mbi ngarkuar? Përgjigja, sepse po bëj shumë. E dyta, pse po bëj shumë? Sepse po them po për gjithçka. Pse po them po për gjithçka? Përgjigja, sepse kam frikë të them jo. Pse kam frikë të them jo? Përgjigja, sepse kam frikë se njerëzit nuk do të më pëlqejnë. Dhe fundit, pse kam frikë se njerëzit nuk do të më pëlqejnë? Sepse nuk kam thënë kur jo më përpara dhe nuk e di se si do të reagojnë. Ndërkohë që përgjigja e parë ndaj arsyes pse ndjeni të mbi ngarkuar mund të jetë se po bëni shumë, ushtrimi i 5 herë pse zbulon arsyen e vërtet pse thoni po, sepse keni frikë se njerëzit nuk ju pëlqejnë nëse thoni jo. Meri thekson se ky ushtrim ju inkurajon të shkoni më thellë se sa në sipërfaqe, duke e kuptuar një situatë që shpesh na jep një ide dhe kuptim të ri. Perëndia ka premtuar të na japë urtësi nëse kemi nevojë për të. Jakobi thotë: nëse ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet. Sidoqoftë kur kemi një vendim për të marrë, duhet jemi të gatshëm të lëmë njanë dëshirat tona dhe të kërkojmë Perëndisë të na e bëjë të qartë vullnetin e tij. Më pas, kur jemi të sigurt për vullnetin e Perëndisë, duhet jemi të gatshëm ta bëjmë atë gjë, edhe nëse do të thotë të themi jo kërkesës së një miku të dashur. Por gjithmonë ju do ta dini nëse po bëni atë që Perëndia dëshiron. Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.